Data 24 qershor është Dita Nacionale e Komunitetit Egjiptian, një datë e cila identifikon komunitetin egjiptian, prezencën, kontributin edhe kontributin për shtatëndërtimin e Kosovës. Egjiptianët janë pjesë përbërëse e Kosovës, janë kategori kushtetuese dhe janë komuniteti i cili po tenton me qenë sa më mirë në Kosovë. Kjo mundësi jepet më shumë kur institucionet e kanë vëmendjen më të madhe ndaj komunitetit egjiptian, kur institucionet e Kosovës, në rastin tonë, e bëjnë të pamundurën që pozita e komunitetit egjiptian të ndryshojë. Kam nderin dhe kënaqësinë, sot jam edhe me përfaqësuesit e komunitetit egjiptian nga Shqipëria, të cilët kanë ardhur për të shënuar këtë ditë bashkë me neve. Po ashtu, pjesë e këtij takimi i cili po bëhet me presidentin, janë strukturat e Partisë Liberale Egjiptiane, një parti e cila po e bën të pamundurën që egjiptianët me jetu më mirë dhe me pas një pozicion më të mirë. Ne nga këtu, duke shfrytzuar të drejtën tonë kushtetuese dhe ligjore, kërkojmë gjithherë që komuniteti egjiptian të respektohet si i tillë, të respektohet ngjyra e komunitetit egjiptian, të respektohen të drejtat elementare për jetë, për punë, për shkollim dhe për të pas një mirëqenie më të madhe. Nga këtu ju drejtohem gjitha institucioneve të Kosovës, vendore dhe po ashtu edhe ato ndërkombëtare, që të kthejnë kokën, të bëjnë të pamundurën që egjiptianëve t'ju mundësohet të jetojnë më mirë. Kjo është përgjegjësia jona kushtetuese dhe ligjore, dhe ne bashkë me secilin prej tyre duhet ta bëjmë të pamundurën që egjiptianët të mos braktisin vendin, të jetojnë në Kosovë, të shohin veten si komunitet i cili mund të kontribuojnë në Kosovë dhe jo jashtë vendit. Ky është mesazhi im. Uroj komunitetin egjiptian me rastin e ditës nacionale të komunitetit tyre, dhe është Zoti që viti i ardhshëm ta gjenë komunitetin egjiptian në një pozicion më të mirë, të jetë i punësuar, të jetë në nivel më të mirë, të ketë shpresë më të madhe dhe në të ardhmen të kemë mundësi të kontribuojmë më tepër për vendin. Jemi shumë të shqetësuar për faktin që ne si shtet kemi obligim t'ju krijojmë kushte më të mira. Konkretisht nga Komiteti për Pakicat Kombëtare në Shqipëri, institucion që varet direkt nga kryeministri, jam shumë i gëzuar për zotin Veton që ka arritur në këto stade, pamërsisht me shumë përpjekje, por dhe për gjithë pakicat e tjera që janë të përfaqësuar në kuvendin e Kosovës. Unë do doja që se i kam përcjellë shqetësimet e zotit Veton, për shka ka ngecur situata deri këtu, shpresoj që të gjehet një marrëveshje e mirë që të shërbej edhe Kosovës, por edhe komunitetit egjiptian në Kosovë, dhe të ketë një qasje më të gjerë, më të madhe, si në punësim, si në strehimin e infrastrukturë dhe çështjet e diversitetit kulturor dhe etnik janë shumë të pakrahasueshme me Shqipërinë. Këtu ka një ngërç jashtëzakonisht të madh, por ne jemi këtu për të mbështetur në këtë ditë të shënuar, sepse gjithë Ballkani e veston këtë aty ku ndodhen dhe egjiptianët, dhe mesazhi im për egjiptianët e Kosovës dhe popullin e Kosovës është të bashkuar të gjithë së bashku dhe egjiptianëve gëzuar festën. Urime dhe ty zoti Beton. Urime. Faleminderit shumë.